Jemi në studio. Qa do shojmë, qa do dëgjojmë tani, një histori dashurie nga ato të bukurat fare, nga ato me mesazh brenda, nga ato me sakrificë, nga ato të cilat i kanë rezistuar dhe i rezistojnë të gjitha kohërave, dhe ajo që ata shfaqin në rrjetet sociale është nga ato me ekstrakt, nga ato më të bukura. Dhe bëhet fjalë ato që janë shembuj që duhen për kohët që po jetojmë sidomos. Sidomos të t'japin ty kështu këshilla, domethënë. Arrin në tjetër nivel. Jeton dhe Jonida, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Përshëndetje, si jeni? Përshëndesim. Mirë, si jeni ju? Mirë. Si ka nisur dita për juve sot? Po me punë. Fillimi ishte i mirë, tani u ngrys kohë. Janë ndryshimet e motit. Jeni një ndër çiftet më simpatike, në fakt, me mesazhe shumë të bukura në fermën ku ju jetoni, me ushqime shumë të mira. Jonida, se kam parë gjithmonë që ti poston ato dhe i shpjegon shumë mira dhe ato gjërat më bio të fshatit. Çfarë mendimi kanë njerëzit kur shohin atë gjithat natyrën që ju keni, atë paqen që ju keni aty? Kam përshtypjen se vdesin vinë t'ju takojnë, apo qofte edhe t'ju shkruajnë dhe të shpërndajnë videot tuaja? Më falë, por nuk të dëgjova, është pak... Nuk dëgjon tamam, domethënë. Na dëgjon poshtë, Nuk ulët. dëgjoj, keni pak zërin e... Tani më mirë. Okej, regjia, ose unë do përtas. Okej, jo, Romina po thoshte që kanë dëshirë njerëzit me ato që kanë parë tek ju të vinë t'ju vizitojnë ose t'ju shkruajnë të paktën për t'ju njohur ju si çift, gjithashtu jetën që bëni. Na e bëni zili, domethënë. Patjetër. Për momentin biles kemi dhe 2 vullnetarë nga Amerika që duan, që kanë ardhur për punuar. Vërtet. Janë student, po. Vajta është nga Teksasi, djali është nga Kalifornia, dhe kanë ardhur të jetojnë me ne 1 muaj, të shikojnë punët tona. E qartë se interesante. Pra ju vetëm i siguroni akomodimin dhe ata ju ndihmojnë me punë vullnetare, apo jo? Akomodimin dhe ushqimin, po. Okej. Jonida, çfarë punës ju ke dhënë, ju ke caktuar? Po, janë shumë të mirë ata. Nuk është se i kërkova, ata kërkuan që të vinin tu, ne thjesht pranuam, dhe po shoh që duhet pranojmë her pas here, sepse na vjen energji e re, eksperiencat të tjera që ata kanë parë, t'i shpjegojnë. Edhe për punët, do më thëmë të punët e fshatit janë shumë okej për ata. Po ata diskutim. Bëm një video të 3 bashkë, ku thoshja unë po punojmë, po kullosim lopët, edhe Aleandro duke lozur me qenë, tha ja si punon Amerikanit, apo lodhet shumë, tha dhe... I ke mësuar si të mielin lopët për shembull? A i ke mësuar si të mielin lopët? Për të mjellë, nuk din ata, po shkojnë pas shobejnve, e ndjekin gjithë ritualin, bajnë kova, cilin qumshin. Po, a duket pak e pabesueshme kur të rinjt në fakt merren me punë të fshatit edhe mundohen të angazhohen në punë fshati? T'ju them një sekret, unë po e diskutoja me këta, se sa mirë ishte që na kishin ardhur dhe këta më treguan një aplikacion, ku ti aty prezentohesh, thua kush je dhe kërkon punëtor vullnetar, dhe kemi rreth 2 ditë që jemi regjistruar, këta na ndihmuan që të regjistroheshim, edhe kemi një 12 kërkesa. E zgjidhet hallet, kam përshtypjen. Tani në vijim, një super dorë të mirë. Patjetër. Ndërkohë ju të dy keni një histori shumë të bukur, edhe sakrifice, po edhe faktin që gjërat nëse punohet fort dhe nëse bëhen me dëshirë, ka gjithmonë një fund të bukur. E keni nisur me shumë sakrifice, apo jo? Dhe në fakt ty, Jonida, të është dashur të lësh Greqin, jetën tënde për të shkuar në fermë. Më trego pak për fillimet e njohjes tuaj. Më ka marrë më qapë, do një jetë, por nuk hesin gjërat këtu, i them Tonit, më ke marrë më qapë, i them unë. Më ke zhjë këtu? Po nuk e penduar, pra. Nuk e penduar, po na tregoni si jeni njohur, jeton do na thuash ti apo Jonida? Kush do na thosh? Si jeni njohur ju të dy? Do ta them mos se ai rrezik nuk e mban mend. Super. Hajde. Ja, u thash ta provokoj një herë. Jonida, mendova ta provokoj, ma e mbante mend apo jo? Po. Ti dëgjojnë versionet dhe ti korrigjoje. Mua thoi ti nuk i mban mend gjithë. Okej. Hajde, jepi.
Ne jemi njohur në Greqi dhe Tonit i ndodhi diçka dhe të kthej në Shqipëri. Kishim rreth një muaj kohë që ishim njohur edhe unë ndoqja nga mbrapa, 18 vjeçë së kohë. Po mos na e trego kaq shkurt. E kishte Unë në nisur fermën Greqi. si fillim. Po? Do doja të dija pak më shumë detaje nga njohja fillestare juaja në Greqi. Iniciativa e para, shkëndijat e para mes jush. Shiko, unë atëherë pretendoja që isha shumë e bukur dhe kjo nuk më dha fare rëndësi. Ignorant. Gjithmonë ai që s'të kushton vëmendje. Po, edhe unë e gacmoj. Edhe ky qëndron të stojku. Dhe shamu, qa ka ky? I leskoviqari unë. E bukur. Edhe, si me thënë, kam qenë unë ajo që e kam gacmuar. E ke ngacmuar ti e para. Ju keni qenë në punë apo në studime? Jo, unë jetoja me familjen atje, kisha rreth 5 vjetë e ca, në Greqi, dhe studioja dhe kisha filluar punë, dhe ishim shpërgullur atje. Po. Pas e njoha Tonin, që më duke jetesa e vështirë në Shqipëri, njoha Tonin dhe erdha në Shqipëri, erdha në Leskovik, Aman, që të thanë ata të shpirë, do më Bite thënë. vetëm atë këngën kisha të zgjuar. Leskoviko guri thatë. Ja që ai guri thatë ishte në vendin e vetë të bërit që të shkoja atje. E ke menduar, e ke pasur të vështirë që ta marrë si vendim për të shkuar, të lësh Greqinë dhe të shkosh në Leskovik? Jo, se kam pasur fare të vështirë, se kam qenë kështu dhe e vogël nga mendja, se tani do e kishte të vështirë pa mbushte mendjen, po unë dhe Toni ndajmë njëjtat pasione, filluam krijonim këtu, çdo ditë punosh, bër gur, bëj sër. Dhe kështu nisi e gjithë gjëja, domethënë. Nuk është se ka qenë e vështirë, ka qenë një botë ndryshe nga ajo që kisha jetuar, po adoptova. Ndërkohë, Jonida... Po, jeton, po. Jeta këtu është pak me nga dalshme se në qytet, po ama gjithë ditën i angazhuar me punë, të tërheqja nuk ke kohë të lirë, domethënë. Pa tjetër. Ndërkohë për Jonidën se tani prindrit i morin dhe ty, prindrit dhe thanë që ne do ikim nga Shqipëria, do ikim jetojmë në Greqi, do punojmë aty, kur ti the jo, unë do kthehem prap, dashuria më mori mend. Qa të thanë ata? Po si folën me i lipë, po. Së folën? Pastaj u zbutën. Sa të folën, sa ko? Ja 6 muaj më duket. Vërtet. Fare ty, Ai shkreti, Jonidës. Jonidës nuk i ka folur për 6 muaj apo sa, më shumë? Të vërtetën. Shiko, ka një gjë, pas ka këtë sensin e sedrës dhe të turbit akoma, do më thënë që prindrit nuk të kanë folur për një periudhë kohë. Po ishte një tronditse për ata. Po, normal. Po tani e kanë vendrin e preferuar, mama ime vjen çdo vit këtu. Tu desh jeton? Ua! Kush dëgjon? Natit nuk i themi që kemi ta. Se të dëgjon kur natit. Mirë, i ka të dytë preferuar. Është vendri preferuar. E qartë, Jeton, tu desh shumë kohë që t'ja rëmbeje zemrën prindërve të Jonidës? E kishe të vështirë? Jo, ishin njerëz shumë të mirë, të butë, të qetë, nga lutë, nga fjeri. Po të kishin një qikinat, se i kështë marrë vajzën fillimisht. Fillimisht, pastaj kur më panë, si kur zbutën shpirë. Qarishin dhe një gjest në base që i bëje ti që i ndroj mendjen atyre? Diçka në base që... I ka dhe në ushqim bio. Jo, është shumë popullor, Toni, dhe më thënë është... Ata pini rakime doli dhe unë i ndigja. Vënd që dhe Doli dhe ti. Jeton një pyetje kështu vajzash. Tani, Jonida në ato kohë, si që thate vete dhe ende është shumë bukuroshe. Ty çfarë nuk bëje interesantin, pse nuk i kushtoja ai shumë vëmendjes asaj?
E po danë që dhe unë, s'kam qenë keq. Kjo ishte e bukur, si një djalë do me thënë them që ke folur fiksani. Edhe unë si shake ishte të gjithë. Kishte standarte. Po, Jonida duke sikur nuk e ke humbur atë karakterin e vajzës, çapkënde, shumë të shkathët, që ndoshta merr këto iniciativat sepse të duket karakteri edhe në video që ti hedh dhe poston, edhe në ngacmimet që i bën Toni gjithashtu. Po, ky është pak më i tërhequr, nuk para do të dali në rrjetet sociale, edhe e gazmoj unë her pas here, po shiko se shumë nga videot janë ide e Tonit si ti bëj. Ato që shmari më shumë views, Toni më ka dhënë ide se si ta bëj. Dhe cila ka qenë një nga ato video që ju të dy keni dalë dhe njerëzit e kanë pëlqyer shumë, ose një nga videot e tua? Përveç asaj që thua promotion. Po ja për shembull atë të vaj të Hitrës që kam dalë vetë, që kam thënë, që shumë komentuesve jam dukur e madhe në mosh, edhe çfarë të bëja që të rinojsh ta bëra vajin e Hitrës, ishte ide e Tonit edhe më ka filmuar, ose bëja do të qeshri. Pra ajo ishte një video pas asaj që kishe bërë promotion. Po, kisha bërë një video që kisha ditëlindjen, edhe kishte disa komente aty që më kishin shkruar të dukesh më e madhe në mosh. Po. Dhe ndërkohë ju keni fermën tuaj tashmë me fëmijë që unë kam parë që në fakt vajzat më duket mua Jonida apo i kanë gjarë më shumë jetonit se di që kanë shumë pasion i pizmin njësoj si ai. Jo, e madhja është si puna ime, e vogla i kanë gjarë babit. Ajo kalëron, bën kërcime, do të bëhet veterinere, i ka qef shumë kafshë, sidomos skuaj. Po e madhja që të kanë gjarë ty, ku janë pasionet që i ka të përbashkëta me ty? Në kuzhinë. Në kuzhinë. Okej. Ajo është sociale, i pret mysafirët, i përcjell, i jep drejtim, dhe sa e vogla nuk fara ka shumë qef që të merret me turistat, po ka qef me kafshët. Çfarë i ke mësuar gatime mbase vajzës që mund t'i ketë të sajat? Të gjitha. Fëmijët tanë janë rritur kështu duke punuar, nuk është se i kemi të llastuar. Ata fermën e kanë shtëpinë e tyre dhe ndihmojnë kur jemi në vështirësi, dhe din çdo gjë. Si keni ju një rutinë? Kur zgjoheni në mëngjes, si ndani detyrat? A përtoni ndonjë ditë dhe janë ngecë njëri tjetrit, për shembull, a më shko ti sot, hajde. Jo, i kemi të ndara detyrat. Unë zgjohen vete në stallat, një do zgjohet vjen këtu në hotelet në Luzhinë, kujdeset për miqt, unë kujdesen për kafshë, për ferme. Po, dhe ndërkohë keni një lidhje fantastike me kafshët dhe sidomos me kuajt. Po. Që ne kemi qenë edhe në intervistat të vazhdueshme edhe për situatat që kanë ndodhur. Dhe këtë keni reflektuar. Po? Pika ime e dobët. Po e kam pika ime e dobët, janë një nga kuajt e qendë janë një nga kafshët më fisnike. Po, dhe... Dhe i kushtoj shumë kohë dhe kujdes. Po, duke sikur je investuar te këto, apo jo? Një bërë pjesë... Po, ja bërë një gjithë. Po, pra, sa ngeli atje, ko ta mohoj. Vetëm se nuk ishte nevojshme ta kujtoni, ma një si të dhe. Nuk të dëgjuan tamam. Kjo gjithmonë kundërshton. Gjithmonë kundërshton, pa tjetër. Po jo, ajo të plotësoj. Sa e më pëlqen dhe e kali mirë mua që mund tjetë në që kishtë trenë shumë, bas, e ka... Kush është kali më i shtrenjtë që mund kesh, për shembull? Ose shifra më e madhe që mund kesh shpenzuar për një kal? 2-3.000 euro maksimumi për një kal, po shpenzimin e kuajt është mirëmbajtja më tepër. Po. Jonida më duke shumë e kënaqur me këto shifra. Është konsumi më jo. Shiko, Toni është një bashkëshort jashtëzakonisht i mirë, shumë punëtor, shumë i dashur, baba model, kështu që kur merresh me këtë lloj biznesi, ke ndonjëherë vështirësi patjetër, po unë ja bëj hallall dhe gjithmonë ja plotësoj dëshirat. Bravo. Ashtu kur i grindem pak e mbajsi me frena, se do i kishim pushë kuaj bonka. Dhe ishit pjesë edhe të tavolinës. Ndërkohë, Jonida, besoj se të ka ndodhur që të pyesin cili është sekreti
i dashurisë tuaj edhe sakrificës që keni bërë për dashurinë, të jepni ndonjë mesazh rinisë këta që se unë kam kry punë. Hajde Për këta dëgjojmë një tjerët. herë. Po thash se për rinin e përgjithshme. Po jo. Ndoshta do ishte mirë të shkonim në fermë, ta Po provojmë jo, një herë. jo, provojmë një që këtu marrë një mesazh. për Okej. shembull, hajde. Sekretet janë sekretet. Mos tregoj. Jo, po jo ka sikur sy rotoni. Ti nga Leskovi, po jo nga Kosovë. As nesetim e kam fjallin. Thuaj ti. Është thjesht kimia, rrim natyrshëm. Unë mendoj që ne të dy kemi një karakter shumë të ngjashëm. Toni ka zbuluar sa pjesë të karakterit tim që unë kur isha që jetoja në qytet as nuk e mendoja që ekzistonin. Unë kam këtë që njeriu që kam në krah mundohem që ta bëj të lumtur. Edhe dua që dhe ai më bëj mua të lumtur. T'ja zbukurojmë jetën njëri tjetrit. Dhe jemi dhe shok të mirë, dhe kemi kaluar shumë sakrifica në jetë. Kemi pasur tërë botën kundër, se edhe këti si ka folur familja za. Nxirja Toni. Po na i trego pra këto detaje. Tani, kujt do t'ja folë më shumë? Toni ca kohë. Dhe shi ajo të kanë mua, besim ka po. Po na i trego pak pse Tonit nuk i ka folur familja. Po se... Edhe ata, do më thënë ishte pak e çuditshme që një vajzë nga Fierit vinte Leskovik, do të po kjo, qa ka? Pak vajza kishin i dyshimet e tyre. Po ndërkohë me ty, do me çfarë kishin mund t'ja thonin Tonit, po ty pse? Në i morë çunin një qafë, mora pra djalin. Dhe ju, pavarësisht kundërshtimeve dhe momenteve të vështira, sepse ti më ke rrëfyer një fragment që juve në fillimet tuaja keni jetuar edhe në barak, në vende shumë të vështira për të mbijetuar. Ku keni jetuar fillimisht bashkë? Nuk besoj se ka nisur çdo gjë nga ferma. Tregoj pak për Dafin. Nga ferma ka nisur, po në fermë nuk kishim kushte fare, kishim Baskat e peshku dhe... Baskat e peshku dhe ca godin, një dy godina të vogla të improvizuar. Njëra biles ishte termus, një makinë termus, i hoqëm termusin e montuam dikur. Pjesën brapa dhe më thënë makinës, e bëm baranke dhe flinim aty. Një vit e gjysëm. Në dimën disnim i zjatë, drita s'kishim, disnim i generator të vogla të jetë në... Sakrifica dashurie. Po ja pra këtë, thua ti Toni qa ka. Po kjo është sakrifica që keni bërë për njëri tjetrin. Familjarët nuk i kanë folur. Keni bërë sakrifica për të qëndruar bashk. Për të marrë Jonidën ta shkëputje nga familja 18 vjeç. Për të përshtatur Jonida me fshatin gjithashtu. Qatë, ja, po t'i listoj unë gjitha e plotësova dorën. I morëm këshillat ne. Tu gjeti veten kjo, i pëlqente. Sigurisht. Ndryshe nuk do kështë shëndruar. Të bëj kopshe, të kujdese për kafshët. Edhe për gatimet, se shoh që edhe gatimet i ka pasion. A keti një gatim që Jonida e qanë? Ate ka dhunti të lindur atë, i hajtë dora të një, i hajtë dora. Po, asnjëherë nuk thuaj, mamaja ime e bën gjithmonë më thirrje. Po çfarë ka, kush është ai gatimi Jonidës që na hapet dhe neve oreksi një herë e mirë tani këtu, që është ai gatimi më i mirë? Gatimin. I preferuar i joti? Kollofatët. Kolofacet. Çfarë janë? Ba, janë se që artizanale. Kolofacet janë zorë qindi, zorë bazin qindi të vënarë mirë, Po, i më bëni të e mbushur me oris edhe me të brëndshmin. Po, pse Edhe më pjeku pse? në tavorizm. Po, s'puna keni që përës. Është një recetë e vjetër që faktikisht Toni ma ka mësuar, edhe ja bëj disa herë, se i pëlqen, po asnjëherë si mami ti. Po s'ka gjë, nuk mërzite mu, nuk ka gjë. E qartë, qatë mërzitesh më, e shesa i ke dëgjuar. Unë them që ti bësh për ne, për shembull, na i sjellësh këtu në Tiranë edhe jemi të gatshëm ti provojmë, meqense ose ti provojmë edhe dorën tënde dhe dorën. Po ne do ju presim këtu juve
Po, Evra. Mirë, akoma më mirë. Po, pra po, pa tjetër, me shumë kënaqësi madje, dhe pa tjetër që duhet bëjmë edhe këtë takimi, ftesën do të çojmë deri në fund pa diskutim, njësoj siç na erdhët ju në këtë emision. Faleminderit shumë dhe shumë përqafime, punë të mbarë. Jeni shumë të mirë dhe paçi gjithmonë lumturi. Gjithë mira. Faleminderit shumë. Të papar, janë të papar. Çfarë çifti, dhe çfarë kimie që kanë me njëri tjetrin. Duket që Jonida e ngacmon pak më shumë. Jonida e ngacmon Por ai ka shumë ka humor. kështu ka humor, ndërsa ai është ironik me humor. Bravo, në jetën e përditshme ai është më... Kush i ka takuar, unë do me thëmë personalisht që i kam takuar, ashtu janë në jetën e përditshme, që Toni është ai i qeti që jep në një kështu, jetë në një yçkël i themi nga zona jo, por që ka edhe atë batutë, ndërsa Jonida është ajo qamarokja, do me thënë ka të shpirtin e adoleshentes. Ke parasysh që na është bërë një koloface këtu në bak tani për të ngrënë që është të them. Më dalte më shpërtheft, tha po vdesim, po nese gjithsesi themi për pak.